Patjetër unë po filloj për përparësitë. Media lokale është shumë e rëndësishme për të mbuluar zhvillimet lokale, që janë ndoshta dhe larg qendrës Tiranës apo qendrës Shqipërisë, dhe vinë më afër nevojave të qytetarëve, më afër gjërave që ndoshta e shqetësojnë ditë për ditë me të vërtetë. Kështu që për ne si projekt, që është projekt i zbatuar nga GIZ, po i mbështetur nga Bashkimi Evropian dhe Qeveria Gjermane, mbështetja mediave lokale ka qenë një prioritet dhe zhvillimi i aftësive të gazetarëve lokal gjithashtu. Kështu që për gjitha përparësitë që mendoj që dihet, po sidomos për të mbuluar nevojat lokale, patjetër që duhet gjithë punojnë për zhvillimin e medias lokale. Ka shumë sfida, sepse ngelen të vogla, ngelen media që ndoshta nuk gjejnë shumë suport apo shumë mundësi financimi dhe mbijetese nga ana financiare. Ka sfida gjithashtu edhe për akses ndaj qasje ndaj mundësive të ndryshme për të zhvilluar aftësi, kapacitete për networking, duke qenë dhe jashtë Tiranës. Gjithsesi, unë mendoj që ka gazetarë shumë të mirë në mediat lokale, ka gazetarë që punojnë shumë mirë dhe ne kemi edhe dëshmi në sajt e këtij projektit që kemi mbështetur, që ka shumë gazetarë punëtor, kurajoz, trima, të cilët vazhdojnë të punojnë edhe vazhdojnë të bashkëpunojnë me njëri tjetrin, po edhe për të çuar deri në fund misionin që ata kanë. Lidhur me projektin aktual, në qendër, siç e thash, është zhvillimi i kapaciteteve të mediave dhe qëllimi është që të rinjt të jenë të qëndrueshme nga ana ekonomike. Pra ne duam që këto media cilësore, mediat e pavarura, të krijojnë mundësi dhe aftësi dhe kapacitete që të kenë një gjatësi dhe nga ana ekonomike, të kenë qëndrueshmëri nga ana ekonomike. Kjo vjen duke rritur kapacitetet e tyre, duke investuar në pajisje, por edhe duke qenë shumë progresiv për të përfituar nga zhvillimet teknologjike më të fundit, për të përdorur përparësitë që ne teknologjia, artificial intelligence, apo edhe bashkëpunimit rajonale, siç është rasti konkret i Elbasan On, i portalit tuaj, të cilët kanë gjetur një mënyrë bashkëpunimi dhe me rajonin, me një media në rajon, dhe mendoj që bashkëpunimi qoftë brenda për brenda, po dhe rajonal, është një mundësi tjetër zhvillimi për media. Dhe unë mendoj që ky projekt, paktën që unë përfaqësoj këtu, punon shumë mirë drejt kësaj gjëje, pra drejt zhvillimit. Jo, nuk është thjesht një projekt që do bëhet një aktivitet apo dy dhe do mbaroj, po investon në rritjen e kapaciteteve që do i sigurojë një qëndrueshmëri për të ardhmen, apo do i japë disa aftësi që ato do mundsojnë të kenë një lloj qëndrueshmërie për të ardhmen, për të përballuar gjithë sfidat ekonomike dhe financiare edhe teknologjike që ne përballemi gjithë, ju si media, po të gjithë publiku.